Dhe Musa tha, o Faraon, unë jam profeti Zotit të botrave. Kam detyrë të them vetëm të vërtetën për Allahun. Ju kam sjell argumente të qarta dhe Zoti juaj lëri pra le të vinë me mua Izraelitët. Nëse ke sjell argument, i tha Faraoni, tregoje nëse flet të vërtetën. Dhe ai lëshoi shkopin e vet kur ai gjarpër i vërtetë. Dhe nxori dorën e vet e ajo krejt bardhë për të pranishmit. Kryeparia e popullit të Faraonit tha, ky vërtet është magjistar i zdërvjelltë. Pra magjistari kanë thënë, nuk e kanë pranu si mrekullitë e Zotit, si profet Musa. Dëshiron t'ju nxjerrë nga toka juaj, çka thoni ju? I thotë pra Faraoni. Vonoje atë dhe vëllaun e tij, i thanë, dhe dërgo në qytet ata që do t'i tubojnë. Dhe po t'i sjellin ty tërë magjistarët e zdërvjelltë, dhe i erdhën Faraonit magjistarët dhe i thanë, nëse dalim nga dhënjimtar, a do të kemi ndonjë shpërblim? Magjistarët, pra? Po, u tha ai, Faraoni, dhe me të vërtet do t'u kem të afërt. O Musa, i thanë, a do t'i lëshosh ti, apo t'i lëshojmë ne? Lëshoni ju, u tha ai, dhe kur i lëshuan pra to gjarprinjet apo litarët e tyre, i magjepsën sytë e njerëzve dhe shumë i friksuan, sepse u shfaqen magji të mëdha. Pra, duhet ta dallojmë magjin edhe mrekullin. Magjia edhe sot bëhet, pra magjistarët e cirkut e tjera bëjnë këto magji, dhe trike magjistarësh, mirë po mrekullitë e Zotit janë nuk krahasohen me asgjë, ato janë të veçanta, që i kishin vetëm profetit dhe evlijat, edhe sot mund t'i kenë. Kurse ne i komunikuam Musaut, lëshoje shkopin tënd dhe ai me njëherë i përbiu të gjitha ato gënjeshtra dhe doli në sheshe vërteta, kurse ajo që kishin bërë ata u prish. Dhe ata e mundën aty dhe mbetën të poshtruar. Kurse magjistarët ranë në seshte. Ne i besojmë Zotit të botrave, thanë, Zotit të Musas dhe Harunit. A ti besoni para se t'u jap unë leje? I thot Faraoni. Kjo është me të vërtet kurthë që keni kurdisur në qytet për të përzënë prej andej banorët e tij, por do ta shihni, thot Faraoni magjistarëve të cilët i ka ushqyer, i ka dhënë dhurata shpërblime me 50 vite me radhë. Mirë po për një ditë ranë në sejde dhe u banë musliman, besimtar në realitet. Do t'ua këpus pa dyshim duart dhe këmbët tërthorazi, e pastaj do t'ju gëzhdoj të tërve. Ky ka qenë ndëshkimi Faraonit ndaj magjistarëve të vetë. Ata i thanë, ne me të vërtet i drejtohemi Zotit ton, e ti neve na hakmiresh vetëm pse i besuam argumenteve të Zotit ton, që na erdhen, o Zoti ynë, na bën të fortë dhe të vdesim me durim e si besimtar. Pra lutëm, me njëherë pranojnë fenë edhe i besojnë, edhe me njëherë i lutën Zotit që të vdesin si besimtar. Pra nuk i kthehen besimit të magjive të tyre të cilat i kishin mësuar në kohën e Faraonit. Ndërka sot kemi njerëz me 100 vite, me 50 vite të jetës vetë, jetojnë vetëm si me një emër musliman, dhe i shohin mrekullitë e Zotit, se çka bën Zoti dhe prap mbesin vetëm me emër musliman, por besimtar janë shumë larg, besimtar që janë gjendje me sakrifiku jetën e vet, pasurinë e vet dhe me fliju diçka për Zotin. Ata janë të pakt, prandaj këta ishtin magjistarët të cilët
për 50 vite kishin punuar me faraonin që t'jenë magjistar, për 5 minuta u binden dhe për 15 minuta, ashtu themi të asaj kohë, për 15 minuta ranë dëshmor, ju besuan Zotit të lartësuar dhe i gëzhdoi faraonin.